Çdo vit, miliona njerëz lën pas rehatin e tyre dhe ecin kilometra të tërë për të arritur në Kerbela. Shumë prej tyre nuk flasin të njëjtën gjuhë, nuk vijnë nga njëjti vend dhe nuk kanë të njëjtën kulturë. Megjithatë, të gjithë bashkohen nga një emër i cili quhet Hussein. Çfarë force është kjo që i bashkon zemrat dhe pas më shumë se 1400 vjetësh? Ajo është sepse Husseini nuk është vetëm një figurë historike. Ajo është simboli i së vërtetës që nuk u përkull, i besimit që nuk u shit dhe i sakrificës që nuk harrua. Prandaj, rruga drejt Kerbelas nuk matet me kilometra. Ajo matet me zemrën që zgjedh Husseinin dhe me veprat që pasqyrojnë mesazhin e tij. Paqja qoftë mbi Husseinin, mbi Aliun, mbi birin e Huseinit, mbi familjet e Huseinit dhe mbi shokët besnik të Huseinit.